Nga nesër do të filloj zbatimi plot i projektit Qyteti i Sigurt në teritorin e Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës dhe koridorin 8 dhe 10. Sipas policisë, kamerat janë vendosur në vendet ku ka pasur më shumë aksidente dhe në këtë projekt fillimisht janë përfshirë parkimi pa rregullt, tejkalimi i shpejtësisë, kalimi në të kuqe dhe dhënia e makinave pa regjistrim. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha deklarojnë se zbatimi i këtij projekti është në të mirën e të gjithë qytetarëve, prandaj duhet të zbatohet në të gjithë shtetin. Unë mendoj se gjithçka që është në të mirën e qytetarëve është diçka e mirë, kështu që unë jam gati. Da, spremni. Super, sistem që bi pomognoza bezbedno se saobraćaja. Pa e duhet jetë në këtë Maqedoni, jo vetëm ku ka vene si i din ato. Unë jam i gatshëm. Po do t'jetë në këtë vendet, plus as vijat bardhë nuk ka, as shenjat si duhet si janë. A ku mendojnë që gabojnë më së shumë ti vozicit në komunikacion? Të shpejtësia. Ati është punu. Mi smo od këpoloženi spremni. Sistemi Qyteti i Sigurt hyri në fuqi pasi deputetët më 23 janar votuan për ndryshimet në ligjin për kundërvajtje. Sipas pushtetit, ky sistem do të rrisë sigurinë në trafik, ndërsa sipas opozitës ka kritika të ndryshme për mangësi të sistemit.